Kur I dëgjon deklaratat e politikanëve kosovar për konferencën ndërkombëtare, qoftë në Washington, qoftë në Londër, duke biseduar për të arritura ekonomike, atëherë definitivisht duhet ndryshoj qasja e studimit të ekonomisë. Nuk mund të besoj që dikush që një ABC-n e ekonomisë mund të pajtohet që Kosova ka rritje ekonomike, qose është shtet I varur nga importi, qose është shtet që thyn rekorde të importit në vitin 2025, një shtet që ka të kurje të eksporteve, një shtet që nuk ka dialog të mirëfill publiko-privat, një shtet që ka zero investime të huaja, qoftë në direkte, qoftë indirekte, një shtet që ka energjinë shumë shtrejtë dhe po I ngulfat sektorin prodhues, një shtet që nga I cili po iket dhe vetë fakti që sot thuhet që vitet të fundit janë larguar më tepër se 210.000 qytetarë dhe vetë fakti që në Gjermani tani zyrtarisht thuhet se janë afër 600.000 kosovarë që jetojnë, punojnë dhe veprojnë në Gjermani, atë kanë këto trendet e rritjes ekonomike të cilat promovohen në konferenca të ndryshme ndërkombëtare, që kanë shumë më tepër zanafil apo them një formë të promovimit politik partijak, sesa për të paraqitur realitetin e Kosovës, të flitet për rritje ekonomike në kohën kur ke sankcione apo masa ndëshkimore nga Bashkimi Evropian, e ke ngrirjen e partneritetit të strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk e ke më usadin amerikan që ka qenë mbështetësi më I madh edhe I administratës po dhe sektorit privat, vërtet është diçka që besojnë vetëm militant e verbër partijak, por jo qytetar. Dhe le të jetë një mesazh shumë I qartë për të gjithë që Kosova ka nevojë për rritje ekonomike në interes qytetarëve dhe jo në interes të numrave. Si është e mundur të ketë rritje të numrave për zhvillim ekonomik dhe në anën tjetër e keni rritjen e varfërisë. Si është e mundur të ketë një qendje të tillë ndërsa ke rritje të inflacionit dhe vetë fakti që shumë produkte esenciale sot në Kosovë janë shumë më të shtrejta se në vendet më të zhvilluara evropiane si Gjermani, Austri dhe Itali, ka kjo rritje ekonomike. Prandaj definitivisht është koha kur duhet edhe një politik të ketë pak moral, të ketë pak etik, të paktën të mos manipulohet me ndjenjat e qytetarëve që me vështirësi ja dalin deri në fund të muajit për të përmbushur nevojat esenciale, sepse vërtet shporta e qytetarit sot është varfru dhe çka ke bën kaluarën me 100 sot do blen me 300. Nëse kjo është rritje ekonomike, atëherë le të gëzohet partia, por gënjehet edhe po dënohet qytetari I Republikës së Kosovës. E tëra kjo po ndodh në kohën kur Kosova është pa institucione, Kosova është një stat të një vobull politik që nuk ka zgjidhje dhe definitivisht në kampanjën zgjedhore për nivel lokal e ka pas arsyën e vet një pompozet I tillë I promovimit të pavërtetave ekonomike, por si duket e tëra kjo që është ndëgjuar kohëve të fundit është shumë më tepër një parapregaditje për zgjedhjet në nivel qendror, që si duket nuk janë larg, por do të jenë diku në fillim të vitit 2026 dhe ndoshta vetmja që mund të bëjnë është përdoret rritja ekonomike si një themi metaforë, por jo realitet, për të motivuar diasporën dhe militantët që janë rrugë të mirë. Definitivisht situata është shumë alarmante siç që mendohet dhe nuk ka zgjidhje të situatës apo të problemet pa ballafaqim me problemin. Për fat të keq apo çuditërisht institucionet kosovare shumë më tepër kanë afinitet për të bypassuar problemin, për ta hijeshuar problemin, sesa për të pas guxim për të ballafaquar në problemin dhe për ta zgjidhur atë.